إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لفدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى لفدريم ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqjave tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. E më pas, robërt Allahut, në hutbën e kaluar folëm për zbritjen e shpalljes mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhërua që t'u përcillte njerëzve mesazhin e Zotit të Tij. Pikërisht kjo është tema e hutbës sonë për sot. Etapa e parë prej etapave të thirrjes për tek Allahu i lartësuar, e cila është etapa e fshehtë e davetit në Mekë. Robërt Allahut, në hutbën e kaluar sqaruam se shpallja i zbriti të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira, ku Allahu i lartësuar nëpërmjet Xhibrilit alayhi salam i tha: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi njeriu nga një copë gjaku e piksur. Lexo sepse Zoti yt është më bujari. Pastaj kur i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam shkoi tek Waraka ibn Nawfal dhe i tregoi çfarë kishte ndodhur, atëherë Waraka ibn Nawfal i tha atij: "Ky është namusi, pra Xhibrili alayhis salam që i zbriste Musait alayhis salam." Pastaj tha: "Sikur të isha gjallë kur populli yt të nxjerr e të përzon ty." Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "A do të më dëbëjnë ato mua? Pra a do të më përzon ato mua?" Ai tha: "Po, nuk ka ardhur askush me diçka të ngjashme me atë që ke sjell ti, përveç se është armiqësuar. E nëse arri atë ditë, do të ndihmoj me një ndihmë të madhe." Pastaj nuk kaloi shumë kohë dhe Waraka ibn Nawfal vdiq dhe shpallja u ndërprej për një periudhë kohe. Fjala shpallja u ndërprej do të thotë se ajo u vonua për një periudhë kohe. Nuk dihet me saktësi sa zgjati kjo ndërprerje, por duket se nuk ishte e gjatë. Ibn Sa'di Allahu më shiroft ka transmetuar nga Ibn Abbas radiallahu anhu një transmetim që le të kuptohet se ajo zgjati vetëm disa ditë. Allahu i lartësuar e vonoi shpalljen ndaj të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam, që atij t'i largohej frika dhe tronditja që kishte përjetuar, si dhe që t'i shtohej dëshira dhe malli për rikthimin e shpalljes së Zotit të Tij. E kur kjo gjë u arrit dhe ai priste me padurim ardhjen e shpalljes, Xhibrili alayhis salam i erdhi për herë të dytë atij. Ndaj nga Jabir ibn Abdullah al-Ansariu radiallahu anhu transmetohet se ai e dëgjoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke folur për periudhën e ndërprerjes së shpalljes. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ndërsa po ecja, dëgjova një zë nga qielli. Ngrita shikimin lart dhe pash engjëllin që më kishte ardhur në shpellën Hira. E pash atë të ulur mbi një fron mes qiellit dhe tokës. Mua më zuri të merri prej tij, kështu që u ktheva dhe thash: më mbuloni. Atëherë Allahu i lartësuar zbriti: "Ja ayyuhal muddaththir, qum fa anzir,
wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rrujza fahjur. O ti mbështjell, ngrihu dhe paralajmëro, Zotin tënë madhëroja, rrobat e tua pastroj, ndërsa idhujt braktisi dhe largoju atyre. Pastaj shpallja filloi të zbriste pa ndërprerje. Do me thënë, pas kësaj shpallja vazhdoi të zbriste njëra pas tjetrës mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Robërt e Allahut, me shpalljen e parë që i zbriti atij në shpellën Hira, Iqra, pra lexo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë pejgamber dhe profet. Ndërsa me shpalljen e dytë, ja ayyuhal muddaththir qum fa'andhir, o ti i mbështjell, ngrihu dhe paralajmëro. Atëherë ai me këtë u bë i dërguari i Allahut. Pra, me shpalljen e parë u bë pejgamber, kurse me shpalljen e dytë ai u bë i dërguari i Allahut, sepse u ngarkua që të përcillte mesazhin e Allahut tek njerëzit. Pra Allahu i lartësuar i tha atij, ja ayyuhal muddaththir qum fa'andhir, o ti i mbështjell, ngrihu dhe paralajmëro. Në këto ajete Zoti ynë i lartësuar dhe i madhëruar e urdhroi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam që të ngrihej dhe t'i thriste njerëzit për tek Allahu i lartësuar. Mirë po tani lindin disa pyetje. Nga do ta fillonte dhe si do ta fillonte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thirrjen e tij? Vallë, a filloi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke i thirrur njerëzit së pari drejt politikës, sikurse veprojnë disa grupe të devijuara në kohën tonë, pra në mesin e muslimanëve sot? A e filloi ai thirrjen e tij duke kërkuar përmbysjen e sistemit të qeverisjes Mekë e pastaj t'i ftonte njerëzit tek Allahu? Mos vallë filloi duke kërkuar të arrinte së pari poste të larta në Mekë, që përmes tyre t'i thriste njerëzit tek Allahu? Apo mos vallë u përpoj që të merrte nën kontroll ekonominë e Mekës, që përmes saj t'i ftonte njerëzit në fenë e Allahut? A e filloi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thirrjen e tij duke i ftuar njerëzit për çlirimin e tokave nga persët dhe romakët, apo duke u përqendruar në përmirësimin e gjendjes ekonomike, apo duke i nxitur njerëzit kundër udhëheqësve të tyre, sikurse veprojnë shumë prej muslimanëve në vende të ndryshme islame? Përgjigjja nga këtyre pyetjeve është se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e filloi thirrjen e tij me tauhidin dhe me paralajmërimin kundër shirkut, ashtu siç kishin vepruar edhe të gjithë profetët para tij. Allahu i lartësuar thot: "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ne nuk kemi dërguar para te ndonjë të dërguar, veç se i kemi shpallur atij nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç meje, prandaj më adhuroni. Po ashtu thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Vërtet ne kemi dërguar tek çdo popull të dërguar që t'u thonë atyre: adhuroni Allahun dhe largojuni tagutit. Pra nuk ka pasur asnjë profet që është dërguar tek populli i tij, veç se ka thënë: ja qaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër më të drejtë përveç tij. Prandaj i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam e filloi thirrjen e tij duke i ftuar njerëzit në tauhid, duke i paralajmëruar nga shirku, duke u kujtuar ditën e Kiametit dhe duke i sqaruar ata se atë ditë Allahu do t'i ringjallë të gjitha krijesat për t'i marrë në llogari për veprat e tyre. Ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar: "Liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna", që t'i shpërblej ato që bën keq sipas veprave të tyre, ndërsa ato që bën mirë t'i shpërblej me shpërblimin më të mirë. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdoi t'i edukonte dhe t'i pastronte shokët e tij, duke i thirrur ata tek çdo e mirë. Ashtu sikur se thot Allahu i patmeta në librin e tij:
Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ai është i cili dërgoi tek analfabetët, një të dërguar nga mesi i tyre, i cili u lexon atyre ajetet e tij, i pastron ata dhe u mëson librin dhe urtësinë, edhe pse më parë ata ishin vërtet në një humbje të qartë. Robert Allahut, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, filloi të thriste njerëzit fshehur azi në adhurimin e Allahut një të vetëm pa ortak dhe në braktisjen e adhurimit të idhujve. Ai ftoi në adhurimin e Allahut të afërmit dhe të lartit, të lirët dhe robrit. Kështu ati i besoi kushdo që ishte i mençur, fisnik dhe i lumtur, ndërsa vazhduan ta kundërshtonin dhe ta refuzonin çdo kryeneç dhe çdo mendje madh. Ndaj, i pari nga burrat e lirë që nxitoi ta besonte atë ishte Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ndërsa nga djemt e ri ishte Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ndërsa nga gratë ishte Khadija ibn Khuwailid, bashkëshorti ati radhiyallahu anha, ndërsa nga robrit e liruar ishte Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Robert Allahut, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, filloi të thriste njerëzit për tek Allahu në Mekë fshehurazi, pa u përplasur me jo besimtarët e Mekës dhe pa ndërhyrë në adhurimin e idhujve të tyre. Një shembull i kësaj është rrëfimi i Amr ibn Abbas as-Sulami radhiyallahu anhu, i cili tregon për pranimin e islamit të tij. Kështu ai thot: kur isha në kohën e ignorancës, mendoja se njerëzit ishin në humbje dhe se nuk ishin asgjë, ndërkohë që adhuronin idhujt. Pastaj dëgjova për një njeri në Mekë që tregonte lajme, domethënë në lidhje me shpalljen, ahiretin e tjerë. Hipa në kafshën time të udhëtimit dhe shkova tek ai. Kur arrita, pash se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i fshehur, ndërsa populli i tij ishte ngritur kundër tij. U afrova me kujdes derisa hyra tek ai në Mekë dhe i thash: "Kush je ti?" Ai tha: "Unë jam profet." Thash: "Çfarë është profeti?" Ai tha: "Më ka dërguar Allahu." Thash: "Me çfarë të ka dërguar?" Ai tha: "Më ka dërguar që të urdhroj për mbajtjen e lidhjeve farefisnore, për shkatrimin e idhujve dhe që Allahu të veçohet në adhurim, pa ju shoqëruar atij asgjë." I thash: "Kush është me ty në këtë çështje?" Ai tha: "Një i lirë dhe një rob." Në atë kohë pra me të ishin vetëm Abu Bekri dhe Bilali radhiyallahu anhuma. I thash: "Atëherë unë do të të ndjek ty." Ai tha: "Ti nuk mund ta bësh këtë tani. A nuk e sheh gjendjen time dhe gjendjen e njerëzve? Kthehu tek familja jote dhe kur të dëgjosh se unë jam shfaqur haptazi dhe kam triumfuar, atëherë eja tek unë." Kështu u ktheva, thot, tek familja ime. Më pas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam emigroi në Medinë, ndërsa unë isha ende tek familja ime. Dhe vazhdimisht pyesja për lajmet e tij, derisa erdhën disa njerëz nga Medina dhe i pyeta: "Çfarë u bë me atë njeri që shkoi në Medinë?" Ata thanë: "Njerëzit po hyjnë me shpejtësi në fenë e tij. Njerëzit po shkojnë me të shpejt pra tek ai. Dhe populli i tij u përpoq ta vriste atë, por nuk mundën. Atëherë, thot, shkova në Medinë dhe hyra tek ai." Pra ajo që dëshmon ky hadith është se dëshmon për etapën e parë të thirrjes së dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është thirrja në fshehtësi drejt fesë Allahut. Po ashtu edhe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na tregon për pranimin e islamit të tij në atë kohë. Dhe thot: "Unë isha një djalosh i ri dhe ruaja delet e Uqba ibn Abi Mu'aytit në Mekë. Një ditë kaluan pranë meje i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri, të cilët ishin arratisur nga idhujtarët. Atëherë ai, pra pejgamberi ose të dy bashkë me Abu Bekrin, më thanë: "O djalosh,
a ke qumësh që t'na japë shtëpim? Unë thash, jam i ngarkuar me amanet dhe nuk mund t'ju jap për të pirë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ke ndonjë dele të re, e cila ende nuk është qiftëzuar? Thash po, dhe u asolla atë. Kështu Ebu Bekri radiallahu anhu e mbajti delen, ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kapi gjirin e saj dhe bëri lutje. Me njëherë gjiri u mbush me qumësht, ndërsa Ebu Bekri solli një gur të zgavër, domethënë i gërryer sikur të ishte një emë, dhe ai e mjeli atë, pastaj piu piu Ebu Bekri dhe më dha të pija dhe unë, thot Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Më pas i tha gjirit, ktheu siç ishe, dhe ai u kthye siç ishte më parë. Pas kësaj shkova tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, më mëson nga kjo fjalë e bukur, do më thënë nga Kurani. Atëherë ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha, vërtet ti je një djalosh i ditur. Më pas mësova prej gojës së tij 70 sure, për të cilat askush nuk më kundërshtonte. Pra edhe ky hadith tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdonte t'i thriste njerëzit fshehurazi dhe t'i edukonte ata me Kuranin fisnik. Allahu më begatov mua dhe juve me Kuranin fisnik dhe më dhën dobi mua dhe juve, ma jetë dhe për kujtimin me urtësi që ka në të. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Robert Allahut, etapa e parë e thirrjes në Mekë ishte e fshehtë, sepse jo besimtarët e Mekës nuk lejonin askënd që të sulmonte idhujt e tyre apo të sillte një fe tjetër nga ajo në cilën ata ishin. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam e filloi thirrjen e tij fshehurazi. Ndaj ndërmësimet dhe dobit që përfitojmë nga ajo që dëgjuam, përmendim se fjala Allahut të lartësuar, ja ayyuhal muddaththir qum fa'andhir, o ti mbështjell, ngrihu dhe paralajmëro. Kjo tregon se thirrësit e sinqertë duhet të ngrihen për këtë fe. Allahu i lartësuar i tha të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, ngrihu dhe paralajmëro. Prandaj thirrësit duhet të ftojnë njerëzit në adhurimin e Allahut vetëm dhe në besimin e tauhidit, ashtu siç e filloi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot shumë njerëz falen, por bëjnë shirk ndaj Allahut të lartësuar. Disa shkojnë tek magjistarët dhe fallxorët, ndërsa disa të tjerë besojnë se ata mund t'i sjellin dobi ose dëm në mënyrë të pavarur pa lejen e Allahut të lartësuar. Këto besime dhe veprime janë prej shirkut. Prandaj njeriu duhet të bëjë kujdes dhe të ruajë tauhidin e tij, sepse këto gjëra shkaktojnë zemrimin e Allahut të lartësuar. Ndërsa prej dobive që përfitohen nga thirrja fshehurazi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë janë spari ruajtja besimtarëve të parë, sepse ata ishin të pakë dhe të dobët. Po të shpallej thirrja më njëherë publikisht, mund të zhdukej Islami që në fillim. Së dyti, edukimi dhe formimi i brezit të parë, që sahabët mësonin tauhidin, imanin dhe durimin para se të përballeshin me provat e mëdha. Së treti, ndërtimi i një baze të fortë të dawetit, të thirrjes, sepse një grup i vogël i edukuar mirë është më i aftë ta mbajë fen dhe të përhapë të më vonë. Së katërti, urtësia në thirrje. Çdo bazë e dawetit ka mënyrën e saj. Nuk është urtësi të përballesh me armiqësi të madhe kur ende nuk ke forcën për ta përballur atë. Së pesti, shmangja e përplasjes së parakohshme me Kurejshët, derisa numri i muslimanëve të shtohej dhe mesazhi të përhapej. Dhe së fundi, e gjashta, përzgjedhja e njerëzve më të gatshëm për ta pranuar të vërtetën, duke i thirrur fillimisht të afërmit
miqt dhe ata që njiheshin për sinqeritet. Vëllezër të nderuar, nga këto urtësi kuptohet se daveti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u ndërtua mbi urtësi, durim dhe planifikim të saktë. Ai filloi me edukimin e besimtarëve, forcimin e besimit të tyre dhe përgatitjen e tyre për përgjegjësinë e përhapjes së fesë. Kjo është një mësim i madh për çdo thirrës në Islam që ta ndërtojë davetin mbi tauhidin, dijen, urtësinë dhe durimin, duke ndjekur metodologjinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndaj lutem Allahut të lartësuar që t'i kthej muslimanët tek feja e tij me një kthim të bukur, t'i ruaj ata nga shirku dhe bidatet, si dhe nga çdo vepër e fjalë që e kundërshton sheriatin e tij ose që e zemron Allahun e lartësuar. Allah na bëf prej atyre që e pasojnë të vërtetën, e përhapin atë me urtësi dhe që ndrojnë të palë kundër në fenë e tij. Amin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.